E çka po mendon për Hashim Thoçin edhe Kadri Veseli që i arrestuan në Haug i qunë? A mendon që janë të pafajshëm? Unë e ku fry shkollën. Vëdik për o klasë ku më qini. Kër ka më qenë shku në strash. Kër ka në kapatan, mirë mama. Tha, kër kapatoni që të tha po blyp mua. Tha kjo me përshka, a që kësë si. Unë e tha, e ku fitu në dërvarta ku më liftu, tha me titën. Unë e ku fitu luftën, ku e hoqë, tha, që tha plumit të. Unë e shkollë, tha s'kam. E ti tha që kërë shkollë në sa moje. Ta nuk kanë dioni për me konë kriminista, me konë kërtarë të Kosovës. Po apo mendon që janë të pafajshëm se ata e kanë themelu ushtrin qëllimtarë të Kosovës? A mendon që janë të pafajshëm? E këta ja boni dikur që që e kete, qëre. Hashim Thoçi. Ramush Haradini. Kadri Veseli. Kadri Veseli, ai Fatmir Limaj. Fatmir Limaj ju. E di unë ata. Më ratë që kanë për kërkunin. Unë ku përqe këtë. Një mund... Unë janë të pafajshëm si pas të jetë. Ne, a? A janë të pafajshëm si pas të jetë? Faj nuk kanë, se nuk kanë për masokë se në mund shkije. Nuk kanë bon masokë në shkije. Nuk kanë bon. Që ato nuk e kanë bon. Po Dionin, na kemi gabuë. Se? Që avam, Hashim Thoçi votët. Ata është poplë përsojnë, për a bërkursin, kemi gabuë që kemi në votët. Unë i kumë një vetë me vetë, e kumë thonë unë, më në përse shmanë. O, nuk, që këra mushë. Haradini, Hashim Thoçi, edhe këtu nuk është i ditë në shkollë të bon. Po në sfulla, më u largova. U largova. Pelon pak luftën, për dalme me një tem tjetë.